أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله në lartësuar e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Allah na pranon këtë ditën e sotme të agjërimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me hadithin e 5, të cilën e transmeton Aisha radhiyallahu anha dhe shënon Buhariu dhe Muslimi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush shpik diçka të re që nuk i përket fesë tonë, atëherë ajo gjë nuk do t'i pranohet. Në transmetimin tjetër, nëse dikush punon një punë që nuk është në pajtim me rrugën tonë, atëherë ajo punë nuk do të pranohet. Shënon Muslimi. Të nderuar vëllezër, është një rregull shumë i rëndësishëm i fesë, një prej 5 haditheve që shumë imam, prej tyre edhe imam Neveviu, edhe imam Shafiu, kanë përmend se është prej bazave të fesë, hadithi i cili ja treg vërejtjen njerëzve mos me shpik diçka të re që nuk është pjesë e fesë tonë. Shqip na i thojmë shpik, por në gjuhën arabe i vjen bidat me bë bidat. Është ndaluar në Islam edhe të bësh bidat, por është ndaluar edhe, të shpikësh bidat, por edhe ndaluar të bësh bidat. Çka është dallimi me shpikë dhe me bë? Me shpik, domethënë ti e ke bën i pari çat bidat. A me e bën bidatin, me e punu, domethënë ka ekzistuar bidati edhe para teje. E ke gjetë ti çat bidat në xhamin tonë, në shtëpinë tonë, në katunin tonë. Ti veç e ke punu. Prandaj, kur pejgamberët kanë ardhur me shpallje, kanë thonë paria e qytetit aty, e vendit, kanë thonë, kështu na i kemi gjetë baballarët tanë. Domethënë, na nuk po i shpikim këto sene, na i kemi gjetë qështu. Na qështu i kemi gjetë. Edhe domethënë, i kanë vazhdu punët. Në Islam, bidatet janë të ndaluara. Por, për mos më u keq kuptu, na duhet me jashtëqaru popullit cilët bidate janë të ndaluar. Sepse ka raste kur na thot dikush, masi po thoni, zban me qitë, sene të reja. Atër pse ju po vozit një makinën, e nuk po esni me deve si që ka ecë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Njeriu që ta thot ty këtë kundër përgjigje ose këtë reagim e bën ndaj teje, atëherë ti duhesh me kuptu se ai njeri nuk e ka idenë për meselën e bidatit. Nuk e ka idenë. Ai se din në fakt çka është bidati. Çfarë themi neve? Në aspektin e gjuhës, bidat do të thot çdo gjë e shpikur e re, që s'ka pas shembull të kaluar. Prandaj Allahu ka përmend për veten e vet bedi'us samawati wal ard. Shpiksi, ai që i ka nërheq për herë të parë qiejt edhe tokën, 7 palë qiell edhe 7 palë tokë, është Allahu, i ka qit diçka tre, si në kanë ato. Pra në aspektin gjuhësor, bidat do të thonë me qit diçka tre. Kanë thonë përpara plesht, në katun të moqëm, mos qet bidatri. Si shembull e kanë marrë, mos me bën diçka që s'ka ekzistuar më herët. Kjo në aspektin gjuhësor. Kur dikush e ka zbulu një zbulim shkencëtor, na i themi ka bed'a, ka bën një zbulim të ri, një diçka që s'ka pas ma përpara. Aspekti fetar, bidat çka do të thonë? Bidat do të thonë çdo vepër të cilën e bën njeriu, keni kujdes të kjo pjesa e fundit, të cilën e bën njeriu në emër të fesë dhe përmes saj shpreson me fitu sevap të Allahit ose e rivalizon ndonjë ibadet. Tu është poenta. Bidat është çdo shpikje e re që
përmes saj mendon njeriu me fitu sevape, mendon që është sevap të bë, ose rivalizon një ibadet. Rivalizon një ibadet. Nëse është shpikje që rivalizon ibadet, as nuk është në fe, shpikje në fe, po është shpikje në shkencë, shpikje në bujqësi, shpikje në ekonomi, shpikje në mjekësi, këto janë të lejuara. Këto janë të lejuara. Përpara ka nesë me kuaj, ka nesë në kom, sot është teknologjia. Vjen mas 50 vjetë, 100 vjetë, një teknologjia re, në rohën sanët. S'ka të keqe kur gja. Po me shpik një vepër që ti e konsideron ato se është sevap. E konsideron se është sevap. Për shembull, e bën një punë, tu mendu që me qëta shkesh në xhenet. Ajo s'ka lidhje me fe. Me shku te vore, mos sjell rreth vorrit. Me thonë po bëj sevap. Se edhe rreth qabës po sillen ata, dhe unë po sillem rreth vorrit. Në atë çka i themi, ke shpik diçka, s'ban, e ndaluar është. Po unë se kum shpik, i kum gjetë babgjysh kështu, edhe kjo s'ban. Çka ka lidhje? Pra i ka mbyll, Islami dyrt ja ka mbyll. Edhe ati që po do me shpik një ibadet të ri, po dhe ati i cili pa arsyetot, po do të valloj unë se kum shpik, le ta merren qaf ai që ka shpik për herë të parë, na që shtu pe bojna, s'po dojna na më me ndryshu se telashe, pelon që shtu. Jo, nuk bën me lon. Du të me ndryshu të keqen. Në fe, qatë ditë që Allahu Gjelleshanu e ka zbrit ajetin kuranor, el-jevme ekmeltu lekum dinakum, sot e kom plotsu fen time, wa atmamtu alejkum ni'mati, dhe mirësin time e përsosa. Wa raditu lekumul islami dina, dhe jam i kënaqur që Islami është feja juja. Kur e ka thonë Zoti që ajet kuranor ka qenë dita e Arafatit, në vitin e 10 të hijretit, pejgamberi alayhi salatu wasalam mas disa muaj ka vdek. Edhe ma s'ka pas mas asaj dite dispozita nuk kanë zbrit. Mas asaj dite kanë zbrit vetëm disa surja idha jaa nasrullahi wal fath, edhe një ajet i surës Baqara, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tutjuni asaj dite kur keni më kthyer te Zoti, dhe secili ka me marrë atë që i takon. Veç këto, mos ka zbrit pjesë e fesë. Prandaj me vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dyert e ibadeteve janë mbyll. Të ibadeteve. S'ka mon, çka sokon fe në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që ka vdek pejgamberi ka mbyll syt, e që ajo nuk u kon pjesë e fesë, nuk mundet më mu kon pjesë e fesë mas. Deri në kiamet. Këtu është madhështia e Islamit, që Islami nuk ndryshohet, se nuk pranon Islami kujt i teket diçka të mirë, mu më marrmene që është e mirë, edhe i bëjnë ja 200 veta ka vete, edhe e shpikim një ibadet të ri, një namaz të ri, një lutje të caktume. Jo, se kështu pastaj zhduket Islami. E Zoti ka garantuar që ka me rujt këtë fe, qysh ose duke mos i zhduk ibadetet, ose duke mos i shtu ibadetet. Qajo që o konë namaz në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, çaj namaz ka më konë deri në kiamet. Nuk ndryshohet. Prandaj Zoti ka garantuar që unë kam zbrit këtë fe dhe unë kam me e rujt. Kështu që të dashur vëllezër, çka do që ndëgjoni, çka do që shifni, që nuk ka bazën e dinin ton, nuk duhet me pranu si pjesë të fesë. Po qysh muj me marrë vesh në një mësim, një rit, një veprim i caktuar, a është feja jo, na jemi xhamati i thjesht. Çka bëjmë na? Na shkojmë i thojmë hoxhallarëve tek të cilët kemi besim. I thojmë hoxha efendi, që kjo vepra, a on bidat a so bidat? Më ka zoti mu, hoxh me Kur'an edhe me hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, hoxha thot ban ose s'ban. Por kur thot hoxha s'ban, ti duhesh më kon i gatshëm i pajtimit për më nënshtru fjalës Allahit dhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Jo më thonë, vallahi s'po ma marr mendja, unë s'm pe bëj, unë që shtu kum gjet, marrë mos më bën, x arsye
një veprim që bëhet në emër të fesë. A dini sa njeri nuk falet të jetën. Edhe i thot hoxhës kur desh hoxh ose djemve, kur des, aman, me ma bon kua ma mirat 40-ën, e 6 bujorin, e 1 vjet. Edhe nuk i fol hoxha që ati mi thonë, o zotni, ti dush mi fal 5 vaktin, me shpëtu prej xhehenamit me namaz, mos u bazon gjërat të cilat nuk janë pjesë e fesë. Ke kujdes, aman. Gjithsesi të nderuar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka këshillu edhe ka thonë kujdes kapuni për sunetin tim dhe sunetin e 4 halifeve, udhëhecave të drejtë që vinë mas meje. Kapuni qaq fort sa sikur me u kap me dhëmballa, rrap me janë gjitë me dhamë. Wa alaikum wa muhdathatil umur, rujuni për veprave të shpikura, që shpikën në amën të fesë. Fe inne kulle muhdathatin bid'a, se gjdo shpikje në fe është bidat. Wa kullu bid'atin dalale, gjdo bidat është devijim. Wa kullu dalaletin finnar, gjdo devijim në zjarë. Gjdo shpikje është bidat. Gjdo bidat është devijim. Gjdo devijim funin e ka në zjarë. Në amën të fesë, ti mund është me bon një gabim, ti mund është me bon, po mos e konsidera fe ato që s'është fe, që ajo që s'është kon fe, në kohët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në kohët e Abubekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut, në kohët të 10 përgëzuarve me xhenet për të cilët Allahu ka thënë radiyallahu anhum wa radu an. Ata janë kënaqur me Zotin dhe Zoti është i kënaqur me ta. Zoti u kënaq me ta. I ka shtinë në xhenet Allah me çato punë tyne. Pejgamberin e ka shtinë në xhenet me punët e tija. Pse ti po qet ibadetet treja? Pse? A ti po don me shku ma ekstra për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhenet? Zoti ka thonë, ju e keni shëmbëltyrën më të mirë tek Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberin e keni shembullin më të mirë. Domethënë, nëse dikon duhet me marrë shembull, duhet me marrë Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, askan tjetër. Gjithsesi, të kemi kujdes, na e diu nëse dosanet cilat neve na u kanë, me kalimin e kohës, na u kanë bë pjesë e përditshmërisë e traditave. Është zor me i hek me njëherë, por unë po ju jap një këshill përfund. Keni kujdes, nëse dikush thotë s'ban që kjo, mos e kundërshto me i dhon shumë siklet. Nalo makadanes. Me të mirë, me mirë kuptim, ajo që s'është në Kur'an as në Sunet, mos ngul kom me insistu pa çare me e vepru. Allah na përmirësoft, Allah na falt, Allah na uzoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.